Razi ose Razes, Ebu Bekër Muhammed bin Zekeria Razi, ushqua ndërmjet shekujve 9 dhe 10. Galeni ishte mjeku i fundit i antikitetit. Dekadenca e perandorisë romake tërhoqi me vete shkencat e bashkë me to edhe mjekësinë. Praktikat shëruese tashmë ja lanë vendin magjisë dhe supersticionit. Edhe të krishterët e antikitetit i drejtoheshin vajt të shenjtë dhe lutjeve për të shëruar smundjet më të dëshpërueshme. Ndërkohë, Bizanti kishte ende disa mjek me vlerë, por bëi fjalë vetëm për terapeut kurues, të cilët zbatonin ende mësimet e Hipokratit dhe Galenit. Vetëm në shekullin e 8 do të dëgjohej diçka e re në mjekësi, fal kërkimeve mjekësore të muslimanëve, të cilët e njësonin mjekësinë me parandalimin e smundjeve dhe rimarrjen e shëndetit. Gjithnjë sipas kritereve shkencore. Ishin muslimanët ata që krijuan dyqanin modern të farmacisë me medikamente të ndryshme të ekspozuara në vazot karakteristike. Mjeku i parë i madh musliman ishte Razi, i cili ushqua gjatë shekullit 9 dhe 10. Ai lindi në Rej në vitin 854 dhe vdiq po atje në vitin 932. Shkroi mbi 200 vepra mbi mjekësinë, kirurgjinë, astronominë dhe matematikën. Ai mblodhi dhe radhiti të gjithë mjekësinë në një vepër voluminoze të përbërë nga 24 vëllime, me titullin Kitabul Hawi, e njohur në Evropë gjatë mesjetës me titullin latin Continens. Në këtë vepër ai mblodhi pjesët kryesore të veprave të mjekëve grek, arab, indian, në lidhje me probleme të ndryshme mjekësore, duke shtuar edhe një përmbledhje të përvojës së tij personale. Bashkë me përfundimet e nxjerra prej tij, ai e realizoi këtë vepër në një mënyrë mjeshtrore, saqë mori nam shumë të madh në shkollat e lindjes dhe perëndimit. Pjesa më e madhe e veprës së tij, Kitabul Hawi, që u përkthye i gjithi prej Farag bin Salem, dhe Kitabul Mansur, që është një përmbledhje e librit të mësipërm, u përkthyen në latinisht prej Gerardit nga Cremona. Ky i dyti me titullin Liber Almansoris. Razi shkroi edhe një traktat mbi sëmundjet e fëmijëve, prandaj me të drejtë mund të quhet dhe babai i pediatrisë. Në një libër të tij të titulluar Dyshime mbi Galenin, Razi vë në dyshim disa nga vëzhgimet dhe teoritë mjekësore të Galenit, veçanërisht për sa i përket simptomave të disa sëmundjeve. Në perëndim veprat e tij dhe veprat e tij të përkthyera prej arabishtes në latinisht dhe hebraisht u lexuan dhe u komentuan deri në shekullin e 16 në të gjitha universitetet evropiane. Traktati i tij i njohur mbi linë u ribotua për herë të fundit në Paris më 1745. Disa pozicionimet e tij në fushën etike, filozofike, fetare e detyruan Avicenën të thoshte: do të bënte mirë që t'i përmbaj vetëm fushës së mjekësisë, e të mos merrej me gjëra të tjera mbi nivelin e tij. Megjithatë, shpirti i tij kërkues në mjekësi sfidoi traditën, zbuloi të rinë dhe i dha shkencës së mjekësisë një shtytje që nuk ka shtëruar ende. Avicena, Elbiruni dhe Maimonidi e konsiderojnë atë si mjekun më të madh të botës islame. Ai ishte i pari që shkroi një libër me titull Kitabul Ghaddari wal Hasba, mbi linë e skalatinën. Ky libër ka qenë shumë i rëndësishëm për historinë e epidemiologjisë. Shkroi edhe në fushën alkimisë. Libri i tij më i famshëm në këtë fushë është Sirru el-Esrar, Secretum Secretorum, që do të thotë sekreti i sekreteve. Ai shkroi: kush pyet shumë mjek, sigurisht që bën shumë gabime. Pra Razi do të mbetet në historinë e njerëzimit si një ndër shtytësit gjigant themeltar në gurin e mjekësisë botërore.